Në Shkup mbahet simpoziumi i dytë me titull Prurjet e reja në oftalmologji. Kjo ngjarje organizohet nga grupacioni më i madh i spitaleve të syve në Maqedoni, ProMedica Oftalmologji dhe Sistina Oftalmologji, dhe përfaqëson një takim profesional të nivelit më të lartë për të gjithë oftalmologët nga vendi dhe rajoni. Në këtë simpozium janë 29 ligjërues, nga të cilët 14 janë ekspertë vendor. Krahas tyre janë emra të njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Polonia, Kroacia, Bullgaria, Serbia dhe Zvicra. Sot kishim simpozium përbashkët, Sistina Oftalmologjia me ProMedica Oftalmologjin. Ishte simpozium me pjesëmarrje ndërkombëtare, kishim shumë mjek profesorë eminent prej gjithë Evropës, edhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës patëm një ligjërues. Përveç simpoziumit kemi edhe punëtori ku gjithë mjekët e ri mund të punojnë, të provojnë si janë, të formojnë një lloj përvoje të parë për intervenimet që bëhen në oftalmologji, edhe me këtë ndihmojmë që fusha jonë në Maqedoni të arrijë në nivelet ndërkombëtare, ku do t'i ndajmë njohuritë edhe технологиите реја на фушата на офталмологијата. Денес имаме можност да присуствуваме на еден навистина несекојдневен настан, организиран од страна на ProMedica и Sistina Oftalmologjia. Sot kemi rastin të jemi në një ngjarje jo të zakonshme, e organizuar nga ProMedica dhe Sistina Oftalmologjia. Një simpozium që mbahet zakonisht në pranverë dhe këtë vit e kemi titulluar Prurjet e reja në oftalmologji. Kemi rreth 300 pjesëmarrës, kemi 15 ligjërues nga jashtë vendit. Më gëzon fakti që mjekët nga ProMedica dhe Sistina mbajnë 2 punëtori me operacione të kataraktës së syrit dhe mjekët e rinj mund të marrin mësim praktik për këtë operacion. Mund të them se Shkupi sot është qendra e oftalmologjisë, tha Zlatko Arnaudovski, mjek. Kjo është një ngjarje me rëndësi të jashtëzakonshme për komunitetin mjekësor dhe shkencor, e cila sjell trendet, teknologjitë dhe praktikat më bashkëkohore në oftalmologji drejt për drejt në Shkup.